për na nxaj kanë shkijet, që të për na kaj kanonën, për na qitë kantonëve në pru poshtë. Në rast Kusharës, aty pata fati mi njovë disa djemë që unë i nisha edhe ma herë që ishin në ushtrimin në papaj, kur delshim gjatë udhëtimit Shqipëri-Kosovë, unë nalshim aty dhe i njefsha, se edhe ishin pjesë e luftës të Kosovës 98-ën. Ka qenë Ali Krasinci, ka qenë Jusuf Krasinci, Florim Shehi, Naim Loshi, e shumë tjerë jo mes bërë që si përmeni. Por një ndërta ka qenë, që unë se kum njohë ma herët, ka qenë Sali Qeki. Unë e kisha një snajper du me të pikë 5, që kisha marrë për me prunë duke gjenë. Se na ishim përgatitun edhe me çonta, edhe gjithë, krejt atë arsenal që kishin për me inë duke gjenë, a morëm edhe shkum Kushara. E kisha snajper kënë 12.5, edhe lypsha pozicion ma zdritshëm, ose ma të hapën ku më i shiqejsh, se pjesa e rasës është e pyllëzume, është ahisht e madhe, edhe i drejtona thash, ka i kem pika të. Ndërhynë Sali, po njofë që o Sali jënë. Tha, këto na, tha, edhe tjetërën e kem kradjatë. Thash falem, thash kush është udhëhesi kësaj adin i këtij aksioni? Tha, unë jam. Thash, e çfarë veprime shkeme marrë sot? Tha, që të kismet, tha, që të tha për para, tha, e hapur jelin, tha, dhe me lidh dugazinin. Thash, e mirë, fort, thash. Pik tjetër nuk patem, veç kjo dhe kjo non djatë, që ish nër kraull të Kusharës. Edhe në Vorreza, asocion, ishin 2 pika, dhe të një ishin ajo bregorja e zharëv vëtushës ish, që fola ma herë që shkaj Sami Ukshini, i se Berisha. Thashe, mirë, thashe, për na nxaj kanë shkijet, që të për na kaj kanonën, për na qitë kantonëve në pru poshtë. Gjallë. Edhe ndërko, këj ma herë, pas ka vrejtë që këmë full me Naim Loshin me këta djemë, si për zëmërsisht, edhe shkën i afrot Naimi ka lëzën, ma mrapa në i thëtë, Naimit kush o këj djallë? Thëtë që ma tha këtë fjallë. Thëtë këj djallë, thëtë është bashkim bloka i kështu, është ushtarë njësi speciale, kush ma mirë se këta se një këtë tërë. Edhe vjen të une, më thëtë, bashkim thëtë, me qëfar qëllimi thëtë i këtë fjallë, thash po, tish, këtu i pas në thonë kush o komandant, falem ma herët, thash, kush o komandant që u dhejës? Tha, une. Thash, e qysh do me marë sulem, thash ti, thash, pa i pas kritë mbrojtun, pa i qitë njësit në plasë. Edhe o këthym ka këshyrë. A dhe atëheri ka ndërhy Naimit, ka bisedu me ta, e di si ka bisedu me Naimin, ka Sheqer Maluki, ka qenë me njësit vetin, ka qenë edhe një komandant Leoni, ata e në konë djemë që në orë prej zonës pashtrikit, ose zonës shtabit përgjithshëm, kanë qenë ku kanë ra më prit me Muj Krasnicin dhe tortë 98-ës edhe një pjesë në konë plagosës, ose një pjesë e kanë pështu, dhe jënë reorganizu edhe ata si na jënë ardhë i ka qitë puna në Kosharën luftë, si në arën përforcime, se shtabi përgjithshëm kishë dhonë urdhën, çdo njësit atje që është Shqipëri, më ju bashkan gjitë përforcime. Edhe, ndërkom thirë mu Sali dhe më thëtë bashkim thëtë mi marë thëtë komandant Leonin, Naim Loshin, Sheqerin edhe mi që mi vendos atje në pika në, ku thuti. Thash që mardhën e këtu me vendos pika. Thash unë e mardhë, me më kalëzu ku mu vendos me qitë snajperke dhe me kryt e tyre në teme. Ti tha kimi marë që ta dhe kimi vendos që atje ku ki thonë. Atëheri i ku marë, edhe kem shku me Naserin, bashk, edhe Naimi me na hedhë se ish, edhe ma ta djemë që i kish për ofër se me emër i ku marru, komandant Leoni me njësit vetin, i kish do djemë shumë të mirë, se ma mrapa Antoniu një jaftëm, edhe shkej vendosi në Aeroplas të jetojnë livadhet gjatat me emën të botushës, edhe i vendosi aty. Kthehem se aty e pa mund shme më vendos me snajperkse, edhe nëse e kishë snajperkse, unë e kisha du me të pikë 5. Nuk ishtë pozicion që na më vendos me pika me pa diska. Edhe lypshin për me jetë, me ra poshtë, edhe ku i ndëgjoha ato fjallë Sali që dojmë me marë sulëm me konë me ta.